Përshëndetje të gjithëve. Së pari dua t'ju falenderoj që keni lënë punët tuaja ditore dhe na jeni bashkuar në këtë bashkëbisedim në lidhje me bujqësinë. Pa diskutim, Krutja, Divjakja, Fiershegani, Allkaj, Hyzgjokaj, Ballagati, Dushku, Golemi janë histori suksesi, sepse jo vetëm na furnizojnë me produktet bujqësore këtu në vend, por janë të afta edhe të eksportojnë jashtë Shqipërisë. Dëgjojmë rëndom në përbanaqe që nuk bëhet mjaftueshëm për bujqësinë, ose nuk është bërë asgjë për bujqësinë. Po si mund të themi që nuk është bërë asgjë për bujqësinë, kur vetëm buxheti i bujqësisë është pesëfishuar që nga momenti që ne kemi marrë detyrën. E gjetëm me 34 milion euro buxhetin e bujqësisë dhe sot që flasim e kemi 160 milion euro. Po si mund të thuash që nuk është bërë mjaftueshëm për bujqësinë, kur kemi pesëfishuar eksportet nga momenti që ne morëm detyrën? Si mund të thuash që nuk është bërë mjaftueshëm për bujqësinë, kur kemi trefishuar sipërfaqen e serave? Dhe për vitin 2026, modeli që qeveria po tenton të ndërtoj është një model i cili do të mbështesi drejt për drejt fermerët. Vetëm për këtë vit, neve kemi parashikuar rreth 31 milion euro subvencione. Kemi parashikuar 20 milion euro grante. Kemi vënë dispozicion garancinë sovrane 30 milion euro. Garanci e cila mund përdoret nga gjithë ju fermerët, mund përdoret për kredit buta, kredi të cilat mund merren me 2%, ku shteti garanton 70% të vlerës së kredisë. Po si mund të themi se bashkë kemi diskutuar për gjatë kohës që ishim dhe bënim fushatën brenda Bashkisë Lushnjë. Kemi diskutuar për TVSH-n. Për herë të parë po prezantojmë një skemë të TVSH-s që ndihmon drejt për drejt fermerët. E tha kolegu im Andisi. Për herë të parë 10% e vlerës së faturës do të shkojë drejt për drejt në llogaritë tuaja. Duke filluar nga 1 janari i këtij viti, për çdo produkt që ju çoni tek grumbullusit apo tek përpunuesit, duhet merrni faturën në mënyrë që duke filluar nga data 30 qershor e po prap këtij viti, të keni mundësi të merrni vlerën 10% të faturës që keni tërhequr nga përpunuesi apo grumbulluesi. Janë vetëm 15 milion euro të cilat neve tashmë i kemi vënë dispozicion për këtë skemë, dhe nga ana tjetër për vitin tjetër janë 30 milion euro. Nga ana tjetër jemi shumë besim plot që edhe programi i parë do të hapet këtë vit. Janë mbi 100 milion euro që do të hidhen në bujqësi. Pra, pa diskutim që bujqësia është një nga sektorët për cilën kjo qeveri e ka një vëmendje të shtuar, sepse është një sektor i cili punëson mbi 40% të fuqisë punëtore. Është një sektor që kontribon mbi 15% të prodhimit të brendshëm bruto. A është mjaftueshëm kjo që po bëjmë ne? Pa diskutim që ka nevojë për më shumë, por ne jemi të angazhuar që të ndërtojmë një sektor bujqësor i cili është i shëndosh, një sektor bujqësor i cili deri në 2030 do t'i çojë eksportet të paktën në 1 miliard euro, një sektor bujqësor i cili do të jetë i aftë që të konkurojë në tregjet e Bashkimit Evropian. Ju falenderoj shumë për vëmendjen.